Në qytetin e Ersekës u çel ekspozita Tradita e ndërtimit në Kolonjë, e cila solli në vëmendje trashëgiminë ndërtimore dhe mjeshtërinë e ndërtuesve kolonjar ndër vite. Kjo ekspozit prezantoi makete, objekte autentike dhe fotografi historike që dëshmojnë mjeshtërinë dhe estetikën e ndërtimit tradicional në Kolonjë. Në qendër të saj qëndronin fotografitë e Dimitër Vangjelit, mjeshtrit që përmes aparatit të tij ka dokumentuar ndër vite shtëpitë karakteristike dhe peizazhet e Krahinës, duke ruajtur kujtesën vizuale të një periudhe të rëndësishme të historisë lokale. Ekspozita ka patur interes nga njerëzit, sepse realisht dihet që këtu është ndërtuar me gur, por pak veta i kanë parë apo i kanë çfarë është dokumentuar përgjatë viteve në muze apo dhe përgjatë viteve le të themi që kur ka jetuar fotografi Dimitër Vangjeli. Është fat në fakt që kemi foto të vjetra të asaj periudhe, fundit të viteve 1800, fillimit të viteve 1900. Gjithashtu në ekspozit mund të shohim makete të kishave, të cilat në fakt për fat keq sot gjenden të rënuara apo të urave apo të shtëpive të dikushme të zonës Kolonjës. Ekspozita qëndroi e hapur përgjatë gjithë muajit shtator në ambientet e bibliotekës Skënder Luarasi, duke tërhequr vëmendjen e banorëve dhe vizitorëve e duke dëshmuar se arti i të ndërtuarit në Kolonjë mbetet një pasuri kulturore që duhet ruajtur dhe përcjell te brezat e rinj.